Mirëmëngjesi populli i Zotit. Mirëmëngjesi të bekuar. Në nanakes mirëmëngjes. Amen. Halleluja. Arta mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Roseta, mirëmëngjes. Diana, mirëmëngjes. Lavdin, amen. Toka dhe qielli po shpallin lavdin. Ne bitë e Perëndis, po shpallin lavdin e Zotit. Amen. Lavdia i qoftë Zotit. Faleminderit Jezus Krisht për gjithçka që bën. Jezusi i theu zinxhirët. Amen. Amen. Lavdia mirëmëngjes. Dava mirëmëngjes. Pezëria mirëmëngjes. Na ke mirëmëngjes.
Amen. Amen, o Jezus. Është e jona, amen. 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 Fitoria është e jona. Amen. Lavdis Zotit. Falemderit Jezus. Falemderit Jezus. Falemderit Perëndi i shenjtë për këtë ditë të re, o Zot. Vim të froni jot i lavdis tënde, o Perëndi, dhe kërkojmë, o Zot. Kërkojmë, o Perëndi i shenjtë, fytyrën tënde në këtë mëngjes. Çdo lutje që është dërguar përpara Teje, Zot, çdo fjalë, çdo mërzitje, çdo trishtim, Zot, Ti e ke parë, çdo dhimbje në trup, o Zot, Ti i ke parë, Perëndi i shenjtë. Dhe ne të falenderojmë që Ti e veprues dhe i gjallë, o Zot. Ne vim në këtë mëngjes, o Perëndi i shenjtë, dhe marrim gjakun tënd e veshim në trupat tanë. Veshim mantelin tënd, o Jezus. Marrim brezin e të vërtetës, pazmoren e besimit, për krenaren e shpëtimit, çizmat e ungjillit dhe shpatën e frymës që është fjala jote, Perëndi. Të falenderojmë, o Zot, që Ti ishe fjalë dhe fjala jote është në gojën tonë, Zot. Gjithçka, Perëndi, fjala jote na premton që ne do të kërkojmë në emrin tënd, do ta marrim. Falemderit, Jezus. Falemderit për çdo premtim, Zot. Falemderit që na mbush dhe na jep siguri, na jep paqe. Drejtoj, o Zot, gojët tona. Drejtoj, o Zot, i një shenjtë mendjet tona. Drejtoj, o Zot, këmbët, duart, trupat. Dhe na jep siguri, o Zot. Na jep guxim, o Zot, të veprojmë me duart tona në emrin tënd, Jezus, dhe jo në emrin ton, Perëndi i shenjtë. Na jep guxim, o Zot, ta përdorim fjalën tënde, Zot, kudo për ata që nuk e njohin, për ata që duan, o Perëndi i shenjtë, të njohin dhe të marrin si Zotin dhe shpëtimtarin. Shkulli, o Zot, me rrenjë, frymrat religjioze, gjëra, Perëndi, që duan të vendosin në korniza dhe në gjëra që nuk janë prej Teje, Zot. Ne nuk mundet, o Perëndi, të vendosim dhe të urdhërojmë Ty, Zot. Të vendosim në korniza, të vendosim në skulptura, në asgjë, Zot. Ti je i gjallë, Ti je i gjallë dhe veprues, Perëndi. Vepro, Zot, në çdo zemër. Vepro, Zot, në çdo shpirt, në çdo familje, në çdo thirrje që të këllthasin, o Zot. Vepro, Zot, se zemrat e tyre janë, o Perëndi i shenjtë, përpara Teje, të përullur, kërkojnë fytyrën tënde. Hapi burgjet shpirtëror, o Zot. Hapi, o Zot, dhe fshi çdo gjë të ligut që kërkon ti mbyll. Largoj nga bota, o Zot. Fshi dhe shkull, o Perëndi, nga mendjet e bijve dhe bijave të krishterë, për të bërë tatuazhe, Zot, për të vepruar si bota, Perëndi i shenjtë. O Zot, ne të lutemi që Ti shkullësh dhe Ti pastrosh, Ti sjellësh në pendim, o Zot, ashtu si që shkruan, të vend ta heqin dhe ta fshin, o Zot. Perëndi i shenjtë, mos lejo që i ligu të vjedhi financa në bijtë tanë, o Zot, tek fëmijët e motrave dhe të vëllezërve, o Perëndi. Ne të lutemi, Zot, mbroj, o Zot, mbroj, o Zot i shenjtë, me fjalën tënde, me autoritetin tënd, o Zot. Mbroj, o Zot, me urtësinë tënde, mbroj me dinjitetin tënd, o Zot. Ne të lutemi, Perëndi, për mbrojtjen e martesave tona, martesave të fëmijëve tanë. Silli, o Perëndi, martesa të bekuara. Silli, o Zot, djemë dhe vajza
të perëndishëm që të duan ty o Zot, dhe të duan djemët tanë, të duan vajzat tona, vajzat dhe djemët e fëmijëve dhe të motrave, të kishës tanë dhe Zot. Të falenderoj Perëndi i shenjtë, të falenderoj Zoti im i qiellit dhe i tokës, që ti o Zot na ke premtuar 2026-ta, të gjithë ata që janë akoma pa martuar Zot, emra ti di Perëndi, hapi rrugët o Zot, bëj bashk mishin me kockën o Zot, sepse fjala jote na thot, janë mishi i mishit dhe kocka e kockës, bëj bashk o Zot, mos i lër vetëm, bashkoj dhe të jenë bashk o Zot, të jenë një Perëndi në ty, në fjalën tënde, në zbatim të fjalëve të tua Zot. Falemderit Jezus Krisht, i bekuar qofsh o Zoti im, në përjetësi, në emrin e Jezus Krishtit, ne themi po dhe amen. Amen, mirë mëngjesi, Anila, Valentina, Almeida, mirë mëngjes, Violeta, mirë mëngjes, Motër Bazire, Arsi, Sofi, mirë mëngjes, Nëna Mdije, mirë mëngjes, mirë se keni ardhur të bekuar. Lavdia i qoftë Zotit. Lavdia i qoftë Zotit. Falemderit për gjithë shka që bën. Jemi në vazhdim mira mirëmëngjes të librit të pastores dhe sot jemi tek lutja 37. Lutje për freski të trupit, frymës i shenjtë dhe i madhërishëm Zoti jon. Ti që me fuqin dhe zgjuarsin tënde ke krijuar qiejt dhe tokën. Ti që di të kalërosh mbi ret, ti që ke fuqin të thërrasësh dhe komandosh fuqin e furtunës, ty të drejtohen sot që fuqia jote shëruse të përshkoj trupin tim. Mirëmëngjesi, lavdi Zotit. Vetë rregull, vën rregull dhe bëj që çdo organ i trupit tim të funksionoj për kryer e të bëj punën që ti i ke caktuar për të bërë. Amen. Pra, unë lutem shpesh në lutjet tona dhe them, falemderit Zoti Jezus që të gjitha organet funksionojnë në mënyrë të përkryer. Lavdi Zotit. Më bëj të fort, të freskët dhe plot energji. Më dhuro mbi të gjitha një zemër të pastër, të shëndetshme. Më mëso ta trajtoj trupin tim ashtu siç i takon tempullit të Perëndis. Më mëso mos të trishtojmë duke i plotësuar mishit tim dëshirat e ti. Kjo është oferta që mund të jap trupin tim. Romakëve 12:1. Pra, kur ne shkojmë shpeshherë në lutje, si themi, unë vi përpara teje dhe sjell trupin tim si fli të gjallë, leta mirëmëngjes. O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dhemshurisë së Perëndis, ta paraqisni trupin tuaj si fli të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer nga Perëndia që është shërbesa juaj e mençur. Më dhuro besimin që nëpërmjet dhurratave të tua unë jam e shëruar. Më dhuro besimin që ti i more në kryq të gjitha sëmundjet e mia, të gjitha. Psalmi 32. O Zot, Perëndia im, unë të kam klithur ty dhe ti më ke shëruar. Sot,
Unë të thërras ty për ndihmë dhe ti më shëron sëmundje në emrin e Jezus Krishtit. Të urdhëroj tani të lësh trupin tim. Amen. Falemderit Zot që ti je doktori im. Falemderit që ti më dhuron jetë të gjatë dhe plot shëndet për mua dhe familjen time. Zot, na e beko çdo sekond të kësaj dite, në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Lutja 38, Pëllumbesha mirëmëngjes. Kundër blokadave në lutje, Zoti Jezus Krisht tha, pra ka shumë motra që thonë, blokohem, nuk mund të lutem, nuk më duket sikur nuk është fryma, Vjolca mirëmëngjes tek unë, dhe dëgjoje me vëmendje këtë lutje, ti që shpesh herë ndjen blokada që nuk mundesh dot të lutesh. Dhe këto janë shenjat që do t'i përcjellin ata që do të besojnë. Në emrin tim, ata do t'i dëbojnë demonët, do të flasin gjuhë të reja, do t'i kapin me dorë gjarprinjt, edhe nëse do të pinë diçka që shkakton vdekjen, nuk do t'ju bëj asgjë të keqe. Do t'i vënë duart mbi të sëmurët dhe këta do të shërohen. Marku 16, 17, 18. Zoti tha që për ne do të jenë të mundura këto gjëra, sepse ai na ka vënë lart gjithë shkaje, sepse ne përfaqësojmë Jezus Krishtin, ne jemi apostujt e tij. Apostull do të thot i dërguar, ose përfaqësuesi, ose më thjesht ti flet në emër të dikujt. Në këtë rast ti flet në emër të Jezus Krishtit. Jezus Krishti është ai që ka autoritet mbi gjithçka që na shikon syri apo jo. Në emrin e Jezus Krishtit, vetëm në emrin e tij është e mundur dëbimi i demonëve. Demonët nuk kanë frikë nga toni i zërit tënd, apo nga fjalët e tua. Ata kanë frikë vetë një emër, Jezus Krishti. Prandaj, lutu me mua, ti frymë e vdekjes dhe e paralizës të jetës time, në frymë dhe në mish, vdis sot në emrin e Jezus Krishtit. Zjarri shpirtit të shenjtë mbi ju në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Çdo gjë që ka bllokuar që lutjet e mia të realizohen, të digjen tani në emrin e Jezus Krishtit. Çdo gjë që bën të ngeci jeta ime kur unë shpresoj për diçka dhe vën gjërat deri tek realizimi dhe nuk bëhen në emrin e Jezus Krishtit, e urdhëroj të digjet tani. Zjarri shpirtit të shenjtë ta djeg tani. Çdo gjë që e mban jetën time të shtrirë për tokë dhe nuk më lë të ngrihem, të digjet tani në emrin e Jezus Krishtit. Çdo kontratë dhe çdo shkëmbim i jetës së familjarëve të mi në tavolinat e satanit të digjen tani, në emrin e Jezus Krishtit. Ju urdhëroj, digjuni, shkrumbohuni, humni në emrin e Jezus Krishtit. Frymë e harxhimit të fuqisë në vendet e gabuara dhe të harxhimit të kohës dhe financave në vendin e gabuar, e urdhëroj të digjet në emrin e Jezus Krishtit. Çdo fuqi që kërkon të shuaj yllin e jetës time dhe të familjes time, ose t'i heq shkëlqimin duke i hedhur hirin e mos funksionimit të gjërave në emrin e Jezus Krishtit, ju urdhëroj të digjeni tani dhe të lirohet shkëlqimi i jetëve tona.
O Zot, siç e vizitove Jabezin, 1 Korintasve 4:9-10, më vizito dhe mua sot, dhe zgjeroje kufirin, bekimet dhe respektin për mua dhe familjen time. Më trego, Zot, në emrin e Jezus Krishtit, më trego më tepër për planet e tua dhe më bëj të gëzoj së bashku me ty në emrin e Jezus Krishtit. Mendja ime mprehu, vigjilohu, zgjohu dhe nënshtroju Jezus Krishtit. Ngriu në nivelet që Perëndia do të jesh. Beso me besimin që Zoti do. Mëso të bindesh dhe të jesh besnike ndaj zërit të Perëndis në emrin e Jezus Krishtit të urdhëroj. Trupi im, zemra ime, bindju mandje së drejtuar nga Jezus Krishti, jo ndjenjave dhe simptomave. Ti je tempulli Perëndisë së gjallë dhe nuk drejtohesh më nga mishi, por nga fryma e shenjtë. Prandaj unë shpall, i bekuar qoftë Zoti, që e dëgjoj zërin e lutjeve të mia. Psalmi 28:6. Po dhe amen. Lutja 39. Çlirim për atmosferën familjare. Unë vi për para teje. Vjolca mirëmëngjes. Shumë e penduar për çdo film, foto, muzik, libër, apo gjë tjetër mëkat që unë kam shikuar, dëgjuar, ose kam bërë dhe jo vetëm që të kam mërzitur ty, por nëpërmjet mëkatit tim kam hapur dyert për djallin. Prandaj lutem, atë në emrin e shenjtë të Jezus Krishtit, më fal, më shënjtëro dhe pastro. Mirëmëngjes, Jezus dashuri. Amen. Krijo në mua dhe në shtëpinë time një atmosferë të re dhe të shenjtë. Në emrin e Jezus Krishtit unë mbyll çdo derë që kam hapur armikut, veçanërisht për të pasur të drejt në ëndrat e këqija. Unë deklaroj se gjithçka që nuk është nga Zoti duhet të zhduket tani. Çdo gjë që shkakton agoni, epilepsi në gjumë ose ëndra të këqija duhet të largohet tani, për shkak të fuqisë së emrit të Jezus Krishtit. Mirëmëngjes Angjelushe, mirë se erdhe. Preke me duart e tua, motra ime, preke me duart e tua me vaj. Preke barkun tënd, çdo gjë që nuk është nga Jezusi të dali jashtë. Dhimbje, fashitu tani në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit, barku ti nënshtrohet Jezusit. Çdo gjë që është futur kudo ku janë hapur dyert, në emrin e Jezusit të dalin jashtë. Dhe barku ti nënshtrohet frymës së shenjtë dhe dhimbja të dali jashtë nga trupi jot. Në emrin e Jezusit, amen. Çdo gjë që shkakton agoni, epilepsi, në gjumë ose ëndra të këqija, duhet të largohen tani për shkak të fuqisë së emrit të Jezus Krishtit. Zotçohem dhe vi kundër këtyre principatave me gjakun e Jezus Krishtit. Rezarta mirëmëngjes. Unë lidh efektin e ëndrave të këqija, kur mos të marrin trup dhe kur mos të rriten këto fara të mbjella në ëndrat e mia. Në emrin e Jezus Krishtit, zvendësoj
gjithçka me paqen, lirin dhe sigurin në Jezus Krishtin. Laj atmosferën e shtëpisë time, territorin tim, çdo gjë e shkruar në letër dhe çdo gjë që më është premtuar nga goja e njerëzve dhe nga Perëndia sot i mbuloj me gjakun e Jezus Krishtit dhe djeg çdo dorë vjellse dhe çdo dorë të zgjatur për shkatërim, i lë të bëhet çdo vepër e djallit. Në emrin e Jezus Krishtit shpall hutim për armikun tim, mos të më shikoj, mos të më mendoj, mos të më prek dhe kur mos të më ndjek rëmuja qoftë në mbretërinë e Satanit dhe u vrafshin, u prefshin me njëri tjetrin. Sherri dhe rëmuja mbretëroft në mbretërinë satanike. Gropat e hapura për mua u mbushin prej vet atyre. Shigjetat e mpreura për mua u kthefshin 7 herë më të mpreta dhe te i shpofshin çfarë do lloj demoni. Shpall ushtrin qellore rreth e qark meje, familjes time, misionit tim, punës time e të tjerë. Gjaku i Jezus Krishtit është mburoja ime. Emri i Jezus Krishtit është pushteti im. Kryqi është shenjtërimi im. Në emrin e Jezus Krishtit, unë përulem para teje o atë, dhe ja ti do të më lartësosh mbi çdo fush betej. Ti je mbreti i ushtrisë së gjallë, dhe unë jam i zgjedhuri jot, i veshur për të fituar në emrin tënd. Unë me Jezus Krishtin mund të bëj gjithçka, sepse Jezus Krishti është gjithçka. Jezus Krishti është Zot. Shkurta mirëmëngjes. Lutja 40. Si ti anullojmë efektet negative që kanë ardhur në jetën tonë frymërore. Këtu është një listë e fjalëve që ne mund të flasim në atmosferë për të anulluar çdo detyrë të frymrave demonike të dërguar kundër nesh apo nga fjalët tona. Mirela, mirëmëngjes. 1. Qortoni Edlira, mirëmëngjes, dhe hiqni dorë nga të gjitha fjalët e shprehura kundër jush, familjes suaj, biznesit ose të dashurve tuaj. Flisni me zë të lartë. Unë qortoj dhe heq dorë nga të gjitha fjalët negative që janë thënë kundër meje dhe se kam thënë kundër një personi tjetër. Unë deklaroj që ata nuk do të dalin në mbretërinë frymërore, sa dete mirëmëngjes, dhe unë anulloj caktimin e tyre negativ në emër të Jezusit. Prisni të gjitha detyrat e mallkimit të fjalëve. Flisni me zë të lartë. Unë anulloj të gjitha mallkimet e fjalëve dhe sulmet nga armiku në emër të Jezusit. Unë deklaroj se asnjë armë e sajuar kundër meje nuk do të ketë sukses. 3. Anulloni detyrat e armikut për të vjedhur, vrarë dhe shkatëruar jetën, shëndetin, familjen, biznesin dhe financat tuaja. Vjedhsi nuk vjen veç se të vjedh, të vras dhe të shkatroj. Unë kam ardhur që ata të kenë jetë dhe ta kenë me bollek. Gjoni 10:10. Deklaroni, unë kam jetë dhe e kam me bollek. Falemderit Jezus. Kam bollek në çdo fushë të jetës sime. 4. Flisni, Isaia 54:17. Asnjë armë që është krijuar kundër meje nuk do të përparoj dhe çdo gjuhë që do të ngrihet kundër meje në gjyq, unë do ta dënoj, sepse Jezus Krishti të ka dhënë frymën e shenjtë.
Lidhni fjalët e atyre që flasin negativisht mbi ju. Lidhni gjuhën, gojën, buzët dhe kordat e zërit nga të folurit e fjalëve negative, thashe themeve, shpifjeve dhe gjithë shkaje që nuk ndërton, nxit ose ndërton. Thuaj, Zot, unë i lidh të gjitha fjalët e armiqve të mi dhe i refuzoj fjalët dhe gojën nga e cila doli kjo e folur e gjërave negative në emër të Jezusit. Ndiqni shembullin e shkrimeve të shenjta për të lidhur dhe zgjidhur tek Mateu 18:18. Në të vërtet, po të them se çdo gjë që do të lidhësh në tokë, do të jetë lidhur në qiell, dhe gjithçka që ke zgjidhur mbi tokë do të zgjidhet në qiell. 7. Kërkojni frymës së shenjtë që t'i bindë armiqt mëshiror për mëkatin dhe t'ja u zbuloj që të mos prekin. Më lutuni, fryma e shenjtë bindi, zbuloju armiqve të mi mishëror, se sa fjalë të gabuara që po flasin. Pendohuni për çdo fjalë të paperëndishme që keni thënë. Sigurohuni që nuk keni një derë të hapur për armikun. Mbyllni të gjitha dyert demonike, duke kërkuar falje nga Krishti dhe duke falur veten dhe të tjerët. Mbajeni gjuhën nga e keqja, tek 1 Pjetri 3:10. Bëni më të mirën tuaj për të vendosur një roje rreth gjuhës, zemrës dhe mendjes suaj. Jetoni sipas mandatit biblik tek 1 Pjetri 3:10-11. Sepse kush do ta doj jetën dhe do të shoh ditë të mira, le ta ruaj gojën e tij nga e keqja dhe buzët e tij nga të folurit me mashtrim, të largohet nga e keqja dhe të bëj të mirën, të kërkoj paqen dhe të ndjek atë. 1 Pjetri 3:10-11. Flisni dhe dekretoni, Psalmi 91:10. Nuk do të më godas asnjë e keqe dhe asnjë plag nuk do të vi çadrës time. Jetesa sipas këtyre parimeve të thjeshta, duke u siguruar që gjuha jon të flas pozitive, duke qortuar dhe shkatëruar çdo sulm në fushën frymërore, do të na ndihmojë të jetojmë me fitore dhe të minimizojmë përçarjet frymërore në fatin ton si rezultat i fjalëve tona që u than kundër nesh. Frika është banditi që i bën të gjithë njerëzit të dorëzohen dhe pastaj duan të heqin dorë nga gjithçka. Problemi i profetit të madh Elia ishte po ashtu frika, ai burri madh i cili me besimin e tij bëri që zjarri të zbriste nga qielli. Me marrëzi lejoi që shpirti i frikës ta merrte nën kontroll. Në vend që të kishte besim dhe të shikonte në atë që sapo kishte bërë, ai ju dorëzua frikës dhe iku. Frika është e kundërta e besimit. Fjala thot, sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie. 2 Timoteut 1:7. E keni lexuar, fryma që kemi marrë ne fëmijët e Perëndis nuk është një frymë frike, mbrojtje, rrëzimi,
pesimizmi, dorëzimi, falimentimi, por frym, force, dashurie dhe urtësie. Pra, ne nuk e lejojmë të ligun që të na rrëzoj në çfarë do lloj situate që jemi. Ne marrim forcë nga Perëndia. Çdo situatë ne na ngre në shkallë të reja, në nivele të reja, në Perëndin, duke mësuar çdo ditë nga fjala e Perëndis. Zoti është besnik dhe i vërtet, dhe nuk mund të na trashëgoj një frym frike. Prandaj dëgjo këtë, kudo që shihet dhe nuhatet frika, të jesh i sigurt se je vegël e Satanit, ose ai vet është në punë, ose është armiku që dëshiron t'ju pushtoj, ose ju keni humbur besimin, duke mos i besuar fuqisë dhe udhëzimit të Zotit. Shumica e njerëzve që duan të vdesin dhe që janë në depresion dhe panik atak, e din shumë mirë që gjithçka ka filluar me frikën. E kam fjalën për frikën nga e kaluara e tyre, ose frikën nga ajo që po ndodh tani, ose frikën nga e ardhmja. Me pak fjalë, ata janë të pushtuar nga pasiguria dhe gjithmonë janë në mendimin po sikur armiku ju ka forcuar zemrat dhe i ka bërë të pathyeshëm gjunjët e tyre përpara Zotit dhe për t'ju dorëzuar Perëndis, bëhet e pamundur. Ai i mashtron, duke u thënë se nuk ka zgjidhje për këto probleme dhe se Zoti nuk mund t'ju ndihmoj, por nuk e dini ju që djalli është Zoti i gënjeshtrës? Refije, mirëmëngjes motër. Mbani mend fjalën e Perëndis që e quan djalli i gënjeshtar dhe atë i të gjithë gënjeshtrave. Në të nuk mund të gjesh kur ndonjë të vërtet. Në asnjë kohë kam zbuluar se nëse mund të presim me durim kohën dhe ndërhyrjen e Zotit, do të ketë gjithmonë një zgjidhje. Fjala e Perëndis thot se me Perëndin çdo gjë është e mundur, dhe kudo që të shihet frika, je i sigurt se Satani ose ai vet është në punë. Ose është armiku që dëshiron t'ju pushtoj, ose ju keni humbur besimin, duke mos i besuar fuqisë dhe udhëzimit të Zotit. Fjala e Perëndis thot se me Perëndin çdo gjë është e mundur, dhe këtu përfshihen zgjedhjet për të gjitha sfidat, të gjitha problemet, të gjithë zhgënjimet, të gjitha sëmundjet, të gjitha humbjet, të gjitha sulmet, të gjitha kundërshtimet, të gjitha tradhtitë të tjerë. Gjithçka do të thot, gjithçka, dhe Zoti nuk mund të gënjej. Ai thot se çdo gjë që do i kërkojmë në emrin e Jezus Krishtit, do të na jap. Prandaj, prisni kohën e tij. Eli, mirëmëngjes. Dhe ne do të merrni gjithçka që kërkoni. Si është djali sot, motër? Kjo është e vërteta. E di, e kam prekur vetë këtë sferë në shumë drejtime të jetësime. Dhe ndonjëherë më është, pra duket sikur armiku i përforcon sulmet dhe më është dukur sikur kishte filluar të festonte fitoren e tij.
Amen, Refie. Amen. Turkey. Por pa pritmas, Zoti ka Amen. Amen. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Zoti ka ndërhyrë dhe më ka nxjerr nga fatkeqësitë dhe unë kam festuar dhe djalli ka dështuar. Festa është pezulluar. Po ta thash pra Eli, ta qova me mesazh dje. Do enjtet ajo gjatë natës, është një pickim dhe çdo lloj helmi që është aty, kush e di çfarë ka pickuar në moment, do enjtet, nuk ka asgjë, mos u shqetëso. Do kaloj, ja bëje me limon, bëje me ndonjë me pak mjalt. Prandaj dua të them që Zoti jot është më i fortë se Satani, më i madh se çdo krijim, dhe ai Zot do që ti të festosh për lirinë tënde. Prandaj, ndërsa e lexoni këtë shkrim, unë urdhëroj fuqinë e Shpirtit të Shenjtë t'ju çliroj nga fryma e frikës dhe kjo sfidë dhe rrezik që ndodheni tani në emrin e Jezusit. Unë e urdhëroj këtë shpirt vdekje, demon të depresionit dhe vetvrasjes që të largohet tani në emrin e shenjtë të Jezus Krishtit. Fryma e pasigurisë dhe e shqetësimit të lërë tani trupin tënd. Në emrin e Jezus Krishtit e urdhëroj. Falemderit Jezus Krisht për çlirimin. Falemderit. Po ikëm për ndonjë punti? Po mori nesër ja di çopi punë më të kohë. Okej. E di që Perëndia jon është Perëndi besnik. Kur ai të premton diçka, ai dhe do ta bëj. Bëj mani që kanë unë, desh më mos e komo. Okay. Na, merri dhe këto. Më falni të bekuar. Prandaj dua të them që Zoti jot është më i fortë se Satani, më i madh se çdo krijim dhe ai Zot do që ti të festosh për lirinë tënde. Prandaj,
Ndërsa e lexoni këtë shkrim, unë urdhëroj fuqinë e Shpirtit të Shenjtë, t'ju çliroj nga fryma e frikës dhe kjo sfidë dhe rrezik që ndodheni tani në emër të Jezusit. Unë e urdhëroj këtë shpirt vdekje, demon të depresionit dhe vetvrasjes që të largohet tani në emrin e shenjtë të Jezus Krishtit. Fryma e pasigurisë dhe shqetësimit të lër tani trupin tënd. Në emrin e Jezus Krishtit e urdhëroj, falemderit Jezus Krisht për çlirimin, falemderit, por çdo ditë po them motër Refie që duhet të ruajmë gojen motër. Mos e lejo, mos të duket ajtë se e thash një fjalë dhe po ja them, po e shaj, po e ofendoj, po ja them një fjalë, ja ke thënë vetes tënde. I hap rrugët satanit, pendohu dhe shko për para Zotit. Tani Zoti e pa, po pendohu dhe duke i thënë me të qara, me nga shërime, që më falë që unë e fola këtë fjalë, duke e ditur fjalën tënde, duke e ditur që goja ime pra, ne nuk ndotemi nga ushqimi që ham, por nga fjala që flasim, thot Bibla. Ndotesh, i hap rrugë satanit, çdo gjë ke je duke vojtur një jetë të tërë, pse? Se ajo ndoshta krenaria brenda nesh, ai nati që pse ta bëj ai, duke ditur që mbas burrit apo djalit apo fëmijës, kujdo fshifet i ligu, ka gjetur dyer hapur dhe nuk janë ata vetë. Ne, unë ja them tim shoqi dhe ai qesh. Urrej cigaren që pi ti, Loreta mirëmëngjes, por jo se të urrej ty. Dua shëndetin tënd, dua jetën më të mirën tënde. E urrej satanin që e ka mësuar prej 40 vjetësh që e pi. Dhe ja kërkon gjaku nuk rri dot. Pra, nëse ai kërkon me këmbgulje gjakun e Jezus Krishtit ta pastroj, Zoti do ta bëj. Zoti na ka bërë me zgjedhje të lirë. Prandaj ne duhet ta ruajmë gojën tonë, sepse vetëm nga ajo ndotemi. Vetëm nga ajo ndotemi. Çdo gjë ti mund të hash, të pish, thot fjala e Zotit. Edhe helëm që të vdesësh, por nuk do të vdesësh, se është gjaku i Jezusit. Kur neve vetë ja japim gojën të ligut, atëherë ti e ke bërë me vetdije. E di që fjala ka fuqi. Pse duhet ta përdori satani gojën time apo tënden? E di, i ligu me atë të provokon. E di, motra ime. E di. Por, mere me të qeshur, ruaje. Ruaje çdo gjë që mund të thot, nuk është nga ai. Fjalën e fundit ta thot të parën, mendoje mirë që mere me të qeshur, mere me letësi. Mos i kthe përgjigje satanit. Shko në lutje dhe unë e di Zot që ti do ta shkullësh, ti do të shkullësh çdo rrenjë. Unë të lidh fryma e llafeve, të pista apo çfarëdo e alkoolit, çfarëdo që ai bën. Unë të lidh sepse Jezusi më ka dhënë autoritet. Sofi mirëmëngjes, Zoje mirëmëngjes. Lutja 42, mos ki frik. E di që Perëndia jon është Perëndi besnik, kur ai të premton diçka, ai dhe do ta bëj. Çdo premtim që ai bëri Abrahamit për trashëgimin, ai e mbajti. Kështu Zoti i foli Isakut. Dhe Zoti ju shfaq po atë natë dhe i tha, unë jam Perëndia i Abrahamit, babai tënd, mos ki frik, sepse unë jam me ty,
do të bekoj dhe do të shumoj pasardhësitë e tu për hir të Abrahamit, shërbëtorit tim. Amen. Zanafilla 26-24. Në emrin e Jezusit, Valentina, vendosi duart në mesin tënd, bëj me vaj dhe duart e tua do të çlirojnë energji mbi trupin tënd. Nga duart e tua do të çlirohet zjarri dhe do të digjet kjo dhimbje në mesin tënd. Në emrin e Jezus Krishtit unë urdhëroj tani këtë dhimbje mesi të shkulet nga mesi jot dhe e hedhim në fund të oqeanit. E lidhim me zinxhirin e zjarrt të Jezusit pa drejt kthimi në trupin tënd. Në emrin e Jezusit, shpallim të lirë mesin tënd tani dhe dhimbja të fashitet tani. Në emrin e Jezus Krishtit, ne themi po dhe amen. Amen, pashka mirëmëngjes. Po, a nuk jemi edhe ne bij dhe bija të Abrahamit me atë të besimit, pra nëpërmjet besimit, ne jemi bijt dhe bijat e Abrahamit. Po kështu thot Bibla, pra të gjitha bekimet dhe premtimet që Perëndia i bëri Abrahamit janë edhe tonat. Nëpërmjet besimit që besojmë te Jezus Krishti. Zoti ka thënë se ai do kujdeset, do të na mbrojë dhe do të sigurojë gjithçka për ne. Perëndia vet ka thënë se ai do të kujdeset për të kaluarën tonë, të tashmen dhe të ardhmen tonë, siç bëri për Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Pra, kam një pyetje për të gjithë ata të trishtuarit me depresione dhe frikë. Përse doni të vdisni? Për shkak të çfarë? Rezistoj këtyre mendimeve demonike dhe vazhdo për të mbledhur bekimet e tua. Fillo sot, ngrej syt drejt qiellit, shiko Zotin tënd, sa i madh është, dhe hiqe mantelin e trishtimit dhe vdekjes dhe shpall. Por, sa për mua, unë do të jetoj, unë do të zotëroj të gjitha gjërat e mia, unë do të jem e madhe dhe frytdhënëse, do të jem e pasur dhe plot bekime, do të jem e shëndetshme, unë do të jem një bekim për të tjerët dhe për gjithë botën. Unë do ta jetoj pleqërinë time me shëndet dhe begati. Fara ime gjithashtu do të bekohet dhe do të trashëgoj të gjitha këto bekime. Pra, fëmijët tanë, pasardhësit, niprit, stërniprit, në brezat që do të vinë, ndër breza do të zotërojnë dhe do të trashëgojnë nga bekimet e Abrahamit, Jakobit dhe Isakut. Ky është vullneti i Zotit që është për ju. Shkoni, gjeni shkrimet e shenjta, të dashur miq, ju lutem, mos prano asnjë humbjeje, sepse fitoria është e jotja. Çou Zot, çou dhe ngri zërin tënd. Bëhu dhe munde vdekjen, frikën dhe depresionin, sepse Jezus Krishti thot, vëre këmbën mbi qafën e tyre dhe ngri lart kryqin. Vendose këmbën mbi qafën dhe ngri lart kryqin, lartësoje emrin e Jezusit.
ti je më shumë se fitimtar për hir të Jezus Krishtit që të ka zgjedhur. Kundër frymës rebeluse, lutja 43. Në emër të Jezus Krishtit, unë rrëfej dhe heq dorë nga mosbindja, rebelimi, indiferenca, plogështia, të qenit i vakët, refuzimi për t'ju nënshtruar autoritetit të Zotit, refuzimi për t'ju nënshtruar autoritetit të drejtuesve, të kishës, refuzimi i nënshtrimit ndaj autoritetit të burrit, refuzimi i nënshtrimit ndaj autoritetit të prindërve. Zoti im, në emër të Jezus Krishtit, kërkoj të më falësh për çdo situatë në të cilën kam qenë i pabindur ndaj atit dhe nënës sime. Unë gjithashtu rrëfej dhe heq dorë nga kryenetësia, mendje ngushtësia, rebelimi, mungesa e disiplinës, vetëdrejtësia, idhujtaria, të qenit i pamësueshëm, të qenit i pa disponueshëm, heq dorë nga të qenit grindavec, i pa disiplinuar, i pa vullnetshëm, për tu përshtatur, heq dorë nga shkatërimi, kaosi, vjedhja dhe grabitja, heq dorë nga thashethemet, nga frymrat që kërkojnë që nëpërmjet meje të shkatërrojnë të tjerët. Në emër dhe në autoritetin e Jezus Krishtit, unë urdhëroj që çdo fuqi, çdo lidhje shpirtërore dhe çdo shpirt që kanë frymën e rebelimit si nën e tyre dhe që influencojnë jetën time dhe të familjes time të largohen tani dhe hiqen plotësisht nga funksioni dhe puna e tyre shkatruese. Në emrin e Jezus Krishtit, unë dhe familja ime jemi të lirë. Me anë të gjakut të shenjtë të Jezusit, të gjithë shpirtrat e përfshirë të lidhen për gjithmonë dhe të vjen poshtë këmbëve të Jezus Krishtit, deri në ditën e gjykimit, në emrin e Jezus Krishtit. Zot ti ke thënë në fjalën tënde, lutja 44, në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndërshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri. 1 Gjoni 4:18. Zot, unë të lutem që dashuria jote të arrijë qëllimin e saj në jetët tona në mënyrë të tillë që asnjë frikë të mos gjej vend. Unë e di që ti nuk na ke dhënë frymën e frikës dhe pasigurie, por na ke dhënë frymën e fuqisë, dashurisë dhe kthjelltësisë. 2 Timoteu 1:7. Unë lutem në emrin e Jezusit që të na lirosh nga çdo frymë frike. Nuk ka rëndësi çfarë emri ka. Frika për të ardhmen, frika për njëri tjetrin, frika për financat, frika për fëmijët, për punë, për shoqërinë, nga xhelozia, frikë për pushimet në Shqipëri e të tjerë. Lejo fjalën tënde të përshkoj qenien tonë dhe të na bëj të bindur që askush dhe asgjë nuk mund të na ndajë nga dashuria jote. Ledja mirëmëngjes. Unë lutem që gjithë pjesëtarët e familjes të njohin ty si të vetmin Zot, ku mund të thërrasin Aba o At, ku ta kuptojnë që dashuria jote nuk mbaron kurrë, që forca jote nuk ka të krahasuar dhe kur ty të kemi, s'ka vend për frikë. Na trego rrugën e duhur që ne të jemi besnik me ty dhe me njëri tjetrin. I vetmi prekupacion joni qoftë si ti shërbejmë më shumë Zotit,
si të përlëvdoj më shumë dhe të ndjekim më shumë. Psalmi 86:11. Na ndihmo që para askujt dhe para asnjë situate mos të ulim kokat, por na bëj të çohemi plot kurajo e të themi, Zoti është në anën time, prandaj unë nuk kam më frikë. Çfarë mund të më bëj njeriu? Psalmi 31:20. Siguria që je me ne qoftë shpresa jon. Në rrezik ti do të nisësh angjit e tu. Në errësirë ti qofsh drita jon. Në diellin të nxehtë ti qofsh ai që na bën hije kur ne na mungon kurajo. Ti na dhuro zemrën e Davidit kur nuk shohim asnjë derë. Ti thyej muret kur të gjithë na braktisin, ti na mbaj në krah. Kur pasiguria kërkon të na vizitoj, ti mbylli dyert. Kur sëmundja ka gjetur një derë, ti qofsh doktori ynë. Kur pleqëria të na kërrusi, ti na drejto e na mbaj për dore. Zot na mbush me frymën tënde, me frymën e zgjuarësisë dhe të ndarjes së gjërave. Asnjë plan mos hedhshim në letër pa e ditur nëse vjen ose jo nga ty. Na rifresko gjithmonë dashurin për ty dhe për njëri tjetrin, në emrin e Jezus Krishtit. Amen, amen, amen. Lavdi Zotit, lavdi Zotit. E lem dhe dëgjojemi nesër tek lutja 45. Lavdi Zotit. Falemderit që ishit me mua, që më dëgjuat. Zoti na bekoft këtë ditë, paçim mbrojtjen e Perëndis, gjaku i Jezusit t'ju mbuloj të gjithëve, ju dhe familjet tuaja, financat, gjithçka që do të prekni me dorë, qofshit të bekuar. Ne bashkë dëgjojmë nesër në mëngjes. Bekime. Bekime për të gjithë.